Keni probleme me gjumin, asnjëherë mos hani ushqime djegëse. Nëse në mes të natës zgjoheni nga ankthi në të cilën dikush ju ndjek me sharrë motorike, duhet të mendoni se nëse në mbrëmje keni ngrënë ushqim djegës dhe të mos bëni një gabim të tillë. Ekspertët tregojnë në dëshmi se ushqimet djegëse përpara gjumit do ju shkaktojnë ëndra të çuditshme. Në fakt, cilido ushqim që konsumohet para gjumit mund të shkaktojë shumë ëndra për shkak se ngrënia në mbrëmje rrit aktivitetin e temperaturës së organizmit, citon doktor Charles Bay, i cili merret me çrregullimet e gjumit në klinikën Cleveland. Organizmi i zgjuar mund të sjellë deri te aktivitete të mëdha të trurit që shkaktojnë në faza të ngjashme me rremin e gjumit, dhe kjo shkakton gjithashtu parregullsi dhe ëndra të çuditshme që ju i shikoni vazhdimisht. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë